Kapitulli 22. Mjaftueshmëria e Perëndisë. Letra e Palit drejtuar kishës në Rom është pika kulmore e shkrimit nga çdo anë që ta shohësh. Luteri e quajti forma më e qartë e shprehjes së Ungjillit. Calvini shkroi: kush e kupton këtë letër e ka sheshuar rrugën për të kuptuar të gjithë shkrimin. Në parathënien e tij për letrën e Romakëve, Tyndale i lidhi të dyja këto mendime duke e quajtur letrën drejtuar Romakëve si pjesa kryesore dhe më e shquar e dhjatës së re. Evangelioni më i pastër, domethënë lajmi i mirë e i gëzueshëm, të cilin ne e quajmë Ungjil, por edhe një dritë dhe një udhë në kuptimin e të gjithë shkrimit. Të gjitha udhët në Bibël të çojnë te letra e Romakëve, dhe të gjitha pikpamjet që na ofron Bibla shihen më qartazi tek letra e Romakëve. Kur mesazhi i letrës së Romakëve depërton zemrën e dikujt, atëherë është e papërshkrueshme ajo që mund të ndodhë. Letra drejtuar Romakëve, libri i pasurive. Për çfarë po kërkoni në Bibël? Nëse jemi të urtë, do të kërkojmë për disa gjëra dhe letra e Romakëve na tregon gjithçka për secilën prej tyre. Po kërkoni për doktrinën, të vërtetën për Perëndinë e mësuar nga Perëndia? Nëse po, do të zbuloni që letra e Romakëve ju ofron të gjitha temat kryesore të integruara bashk: Perëndia, njeriu, mëkati, ligji, gjykimi, besimi, veprat, hiri, krijimi, shpengimi, drejtësimi, shenjtërimi, plani i shpëtimit, zgjedhja, refuzimi, personi dhe vepra e Krishtit, vepra e frymës, shpresa e krishterë, natyra e kishës, vendi i judenjve dhe jo hebrejve në qëllimin e Perëndisë, filozofia e historisë së kishës dhe asaj botërore, kuptimi dhe mesazhi i dhjatës së vjetër, domethënia e pagëzimit, parimet e perëndishmërisë dhe etikës personale, detyrat e qytetarëve të krishterë e të tjera. Mirpo një i urtë e lexon Biblën edhe si një libër jete, duke treguar përmes shtjellimit biblik dhe shembullit personal se çfarë do të thotë ti shërbesh dhe të mos i shërbesh Perëndisë, ta gjesh dhe ta humbasësh atë në përvojën reale njerëzore. Çfarë mund të na ofrojë letra e Romakëve? Përgjigja është prerjet tërthore më të plota në të gjithë Biblën e jetës mëkatare dhe të jetës së hirit, si dhe analizat më të thella të udhës së besimit. Mbi mëkatin, shihni kapitujt 1 deri në 3, 5 deri në 7 dhe kapitulli 9. Mbi hirin, shihni kapitujt 3 deri në 15. Mbi besimin, shihni kapitujt 4, 10 dhe 14. Një mënyrë tjetër për ta lexuar Biblën, e cila rekomandohet fort nga studiuesit modern, është që ta lexoni atë si libri i kishës, ku shprehet besimi i dhënë nga Perëndia dhe ndërgjegjësimi i bashkësisë së besimtarëve. Nga ky këndvështrim, letra e Romakëve është shpallja klasike e identitetit të kishës, thjesht sepse ajo është shpallja klasike e Ungjillit me anë të të cilit jeton kisha. Çfarë është kisha? Ajo është fara e vërtet e Abrahamit besnik, hebrejnë dhe jo hebrejnë së bashku, të zgjedhur nga Perëndia, të drejtësuar me anë të besimit dhe të çliruar nga mëkati për një jetë të re drejtësie personale dhe shërbese reciproke.
Kisha është familja e një ati të dashur qiellor, e cila jeton me shpresën se do të trashëgojë gjithë pasurinë e tij. Kisha është komuniteti i ringjalljes, në të cilin janë duke vepruar fuqitë e vdekjes historike të Krishtit dhe jetës së tanishme qiellore. Ky realitet nuk paraqitet askund në Bibël më plotësisht se sa në letrën e Romakëve. I urti e lexon Biblën gjithashtu si letrën personale të Perëndisë, drejtuar secilit prej fëmijëve të tij frymëror. Ndaj, ajo është e vlefshme për të, po aq sa për çdo tjetër. Lexoje letrën e Romakëve në këtë mënyrë dhe do të zbulosh se ajo ka një fuqi unike për të hetuar dhe për t'i trajtuar gjërat, të cilat janë pjesë aq e qëndrueshme e juaja, saqë zakonisht nuk mendoni fare për to. Zakonet dhe qëndrimet tuaja të mëkatshme, instikti juaj për hipokrizi, vetëdrejtësia dhe vetëmbështetja juaj e natyrshme, mosbesimi juaj i vazhdueshëm, mendjelehtësia morale dhe cektësia e pendimit, qëndrimi juaj plot mëdyshje, fryma e botës, frika e dëshpërimi, mburja dhe pandjeshmëria juaj frymërore. Do të zbuloni gjithashtu se kjo letër tronditëse ka një fuqi unike për të ngjallur gëzim, siguri, guxim dhe një shpirt të përflakur, të cilin Perëndia e kërkon dhe ua jep atyre që e duan atë. Thuhej se doktrina e Jonathan Edwardsit ishte e gjitha me parime zbatuese dhe parimet e tij zbatuese ishin të gjitha doktrinë. Letra e Romakëve është akoma dhe më shumë e tillë. Askush nuk mund ta lexojë aq shpesh ose ta studiojë mjaftueshëm, shkroi Tyndale, sepse sa më tepër që e studion, aq më lehtë kuptohet. Dhe sa më thellë që kërkon, aq më të çmuara janë gjërat që zbulon në të, sepse aty gjendet i fshehur një thesar i madh vlerash frymërore. Prandaj, çdo njeri, pa përjashtim, le ta ushtrojë vetveten me zell në studimin e kësaj letre dhe ta kujtojë atë vazhdimisht në atë ditë, derisa të familiarizohet plotësisht me të. Megjithatë, jo çdo i krishter e vlerëson madhështinë e letrës së Romakëve dhe ka një arsye për këtë. Dikush që ngjitet me helikopter në majën e Everestit, nëse kjo është e mundur, nuk do të mund të përjetojë ndonjë ndjenjë të ngjashme me atë që Hillary dhe Tenzing ndjen kur ata qëndruan në të njëjtën pikë pasi ishin ngjitur malit. Po kështu, ndikimi i letrës së Romakëve mbi ju do të varet nga përvoja juaj e mëparshme. Rregulli është që sa më tepër të jeni thelluar në pjesën tjetër të Biblës, sa më tepër të jeni ballafaquar me problemet intelektuale dhe morale të qenit i krishter, sa më tepër ta keni ndjer barrën e dobësisë tuaj dhe vështirësitë e ruajtjes së besnikërisë në jetën tuaj të krishter, aq më shumë do t'ju vijë në ndihmë letra e Romakëve. Joan Gojarti kërkonte që t'ja lexonin një herë në javë me zë të lartë. Unë dhe ti do të përfitonim edhe më pak se kaq. Tani, ashtu siç letra e Romakëve është pika kulmore e Biblës, ashtu edhe kapitulli 8 është pika kulmore e letrës së Romakëve. Komentuesi puritan Edward Elton thot që ajo është si hualli i mjaltit, përplot me ëmbëlsi qiellore dhe me ngushëllim për shpirtin. Mendjemadhësia dhe perceptimi që kemi për ngushëllimin janë thjesht ëndra,
derisa përjetojmë ndjesinë e vërtet të dashurisë së Perëndis për ne në Krishtin Jezus, e derdhur bollshëm në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Dashuri e cila menjëherë sapo përfitohet i mbush zemrat tona me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm, duke na bërë më tepër se fitimtar. Ku tjetër mund ta gjejmë këtë themel ngushëllimi të deshifruar më saktë se sa në këtë kapitull? Dedikimi i letrës përpara, The Triumph of a True Christian Described. Shtjellim i Romakëve 8 nga Edward Elton. Natyrisht që fjala ngushëllim përdoret këtu në kuptimin e saj të vjetër e të theksuar për inkurajim dhe kurajo, dhe jo në kuptimin modern të qetësimit dhe ligështimit. Rendja pas ngushëllimit në kuptimin modern të fjalës është përpjekja për të kënaqur vetveten, është sentimentale dhe jo reale, dhe feja moderne që thot po shkoj në kish për ngushëllim nuk është krishtërim. Mirpo Elton është duke folur për sigurinë e krishterë, e cila është një gjë krejt tjetër. Megjithatë, edhe këtu vlen parimi i Everestit. Nuk do të mund të depërtoni në sekretet e Romakëve 8 duke studiuar atë të shkëputur nga pjesa tjetër. Mënyra për të kuptuar Romakëve 8 është përmes Romakëve 1 deri në 7, dhe ndikimi që Romakëve 8 do të ketë mbi ju do të reflektoj se sa shumë të vullnetshëm keni qenë për të pranuar atë që thon këta kapituj. Vetëm nëse dilni në përfundimin se jeni një mëkatar i humbur dhe i pashpres, kapitujt 1 deri në 3, dhe ashtu si Abrahami, i zini bes premtimit hyjnor kaq të besueshëm. Në rastin tuaj, premtimi i pranimit prej Perëndis për shkak se Jezusi, kreu juaj i beslidhjes, vdiq dhe u ringjall. Kapitujt 4 dhe 5. Vetëm nëse si një krijesë e re në Krishtin, ja kushtoni veten tuaj shenjtërimit të plot dhe zbuloni brenda jush se mishi lufton kundra frymës, saqë jetoni në një kontradikt, duke mos e arritur kurrë plotësisht të mirën që dëshironi dhe duke mos ju shmangur dot të gjitha të ligave që mohuat dikur. Kapitujt 6 dhe 7. Për më shumë, vetëm nëse i konsideroni tuajat humbjet dhe kryqet, sëmundjet, sfidat, aksidentet, tronditjet, zhgënjimet, trajtimin e padrejt, shih kapitulli 8, vargjet 18 deri në 23 dhe vargjet 35 deri në 39. Vetëm atëherë, Romakëve 8 do të çliroj tër pasuritë e tij dhe do t'ju shfaq pushtetin e tij të madh. Te Romakëve 8 shohim që Pali e shpalli sërish në një mënyrë tepër të zgjeruar atë që tashmë e ka thënë te Romakëve kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Meqense zakonisht Pali nuk e përsërit vetveten, atëherë pse i rikthehet çështjes këtu? Pse vallë e shkroi Pali Romakëve 8? Përgjigjja e shkurtër dhe jo aq për të qeshur sa tingëllon është sepse sapo kishte shkruar Romakëve 7. Ai kishte ngritur pyetjen te Romakëve kapitulli 7 vargu 7. Çfarë të themi pra? Se ligji është mëkat? Përgjigja që kishte për të dhënë ishte kjo. Jo, mirëpo ligji është një burim mëkatimi, pasi ndez dëshirat pikërisht për atë që ndalon dhe kështu ngjall impulsin për të mos u bindur, dhe sa më tepër që dikush përpiqet ta zbatoj ligjin, aq më tepër zbulon se e shkel atë. Për ta shfaqur në mënyrën më të shpejtë dhe më të gjallë, ai kishte përshkruar përvojën e tij. Ai na kishte treguar se si para se të bëhej i krishter,
mëkati, duke marrë shkas me anë të urdhrit, më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Kapitulli 7, vargu 11. Dhe pastaj kishte vazhduar tek vargjet 14 deri në 25 të përmblidhte të tashmen ku ndonse tashmë ishte i krishterë dhe apostull, a i thot: unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse dëshira ndodhet tek unë, por të bëj të mirën nuk e gjej. Sepse unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndis sipas njeriu të brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën rob të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Vargjet 18, vargjet 22 dhe 23. Teksa na e përshkruan këtë, reagimi i tij shpërtheu natyrshëm. O i miri njeri që jam, kush do të më çliroj nga ky turp i vdekjes? Vargu 24. Kjo ishte një pyetje retorike, pasi ai e dinte që çlirimi i plot nga mëkati përmes Krishtit sigurisht që do të ishte i tij një ditë, përmes shpengimit të trupit ton. Kapitulli 8, vargu 23. Mirë po, për momentin, siç edhe vazhdoi të thoshte, atij i duhej të duronte përvojën e hidhur të pamundësisë për të arritur përsosmërinë që kërkonte, pasi ligji që e kërkonte atë përsosmëri, ligji në të cilin ai gjente kënaqësi si një njeri i rilindur, vargu 22, ishte i pafuqishëm që ta shkaktonte këtë gjë. Unë vetë pra, me mendjen në thelbin e qenies sime, vetja ime reale, i shërbej ligjit, urdhërimit të Perëndis, por me mishin ligjit parimit të mëkatit. Vargu 25. Pasi e ka qetësuar tezën e tij, Pali tani bën një ndalesë. Çfarë bëri ai deri tani? Ai ka ndarë me lexuesit e tij atë që ligji i thot në lidhje me personin e tij dhe kështu u ka kujtuar atyre atë që ligji ka për të thënë për ta. Ligji nuk flet për privilegje dhe arritje, por vetëm për dështim dhe faj. Prandaj për të krishterët e sinqert, të cilët e dinë se sa shumë e urren Perëndia mëkatin, diagnostikimi nga ligji është një përvojë e mjerueshme dhe dëshpëruese. Shkrimi i këtyre vargjeve ja kishte zbehur gëzimin Palit dhe si një pastor i mirë, i cili gjithmonë mendon për pasojat që do të kenë fjalët e tij, ai e dinte që edhe lexuesit e tij do t'i mbulonte trishtimi kur t'i lexonin ato. Mirëpo ai mendoi se nuk është e drejtë që t'i lërë të krishterët në Rom duke menduar mbi aspektin e trisht të përvojës së tyre dhe me ndjesinë sikur janë kthyer sërish nën ligj. Përkundrazi, ai e sheh të nevojshme që t'ju kujtoj atyre menjëherë se gjëja vendimtare nuk është ajo që thot ligji për ta, por ajo që thot Ungjilli. Prandaj, sipas logjikës ungjillore dhe pastorale, ungjillore sepse Ungjilli kërkon të ketë fjalën e fundit, dhe pastorale, pasi pastorët gjithmonë duhet të jenë bashkëpunëtor të gëzimit tuaj. 2 Korintasve, kapitulli 1, vargu 24. Pali tani i kthehet sërish temës së sigurisë së krishterë dhe e zhvillon atë me gjithë forcën e tij. Nga shprehja nuk ka asnjë dënim. Në fillim, deri tek shprehja nuk do të mund të na ndaj në mbyllje. Romakëve 8 nuk i largon të krishterët nga konteksti i Romakëve 7. Do me thënë, nuk u ofron atyre një realitet të tanishëm në të cilin ligji nuk u gjen më asnjë mëkat. Këtë nënkuptoi edhe Alexander White kur i tha bashkësisë së tij:
për sa kohë që unë jam shërbestari juaj, nuk do të dilni kurrë nga konteksti i Romakëve 7. Dhe kështu është, mirë po Romakëve 8 i nxjerr të krishterët nga konteksti i Romakëve 7, në një mënyrë të rësore, në kuptimin që i drejton të krishterët tek siguria që Perëndia u jep në Ungjil dhe i mëson të gëzojnë në hirin sovran që mbi mëkatin tepron, si kundër helmi ndaj mjerimit që vjen kur matesh me standardin e ligjit. Cila është përmbajtja e Romakëve 8? Ky kapitull ndahet në 2 pjesë me gjatësi të ndryshme. 30 vargjet e para paraqesin mjaftueshmërinë e hirit të Perëndisë për të trajtuar një sër vështirësish, fajin dhe fuqinë e mëkatit. Vargjet 1 deri në 9. Realitetin e vdekjes, vargjet 6 deri në 13. Tmerrin e ballafaqimit me shenjtërinë e Perëndisë, vargu 15. Dobësinë dhe dëshpërimin përballë vuajtjes, vargjet 17 deri në 25. Paralizën në lutje, vargjet 26 dhe 27. Ndjesinë se jeta është e pashpresë dhe e pakuptimt, vargjet 28 deri në 30. Pali e thekson këtë pikë duke u përqendruar te 4 dhuratat e Perëndisë, të cilat u janë dhënë të gjithë atyre që me anë të besimit janë në Krishtin Jezus. Dhurata e parë është drejtësia, asnjë dënim, vargu 1. E dyta është fryma e shenjtë, vargjet 4 deri në 27. E treta është birëria, birësimi në familjen hyjnore në të cilën Zoti Jezus është i paralinduri, vargjet 14 deri në 17 dhe vargu 29. Dhurata e katërt është siguria, tani e përjet, vargjet 28 deri në 30. Kjo dhurat e shumëfisht, një status plus një dinamik, plus një identitet, plus një drejtim i sigurt, është më shumë se e mjaftueshme për ta mbështetur një të krishterë, cilat do qofshin vështirësitë e tij. Më pas, në vargjet 31 deri në 39, Pali u bën thirrje lexuesve të tij që të reagojnë ndaj asaj që ai ka thënë. Çfarë të themi pra për këto? Vargu 31. Ai vazhdon të tregojë reagimin e tij, i cili duhet të jetë edhe reagimi ynë. Dhe teksa e bën këtë gjë, tema e tij shndërrohet paksa në mjaftueshmërinë e Perëndisë së hirit. Interesi zhvendoset nga dhurata te dhuruesi, nga mendimi i çlirimit prej së ligës, te mendimi që Perëndia është për çdo të krishter, po ai që i tha Abrahamit se do të ishte. Mburoja jote dhe shpërblimi yt. Zanafilla, kapitulli 15, vargu 1. Nëse vargjet 1 deri në 30 po thonë, ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi, atëherë vargjet 31 deri në 39 po thonë, cilin kam në qiell veç teje, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje. Mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmi 73, vargjet 24 deri në 26. Ky është reagimi që do të shqyrtojmë tani. Zbatimi i doktrinave. Çfarë të themi pra për këto? Për emrin ne, i nënkuptuar këtu nuk është një ne mbretërore dhe as një ne e drejt për drejt. Dhjata e re nuk i njeh këto dy idioma. Përkundrazi, ne është përemri i gjithë përfshirës dhe inkurajues i predikimit të krishterë që nënkupton, unë dhe shpresoj që edhe ju, bashkë me të gjithë besimtarët e tjerë, mendimi pas frazës çfarë të themi, është unë e di se çfarë do të them, por a do ta thoni dhe ju bashkë me mua?
Kur u kërkon lexuesve të tij që të shprehen, së pari Pali u bën thirrje që të mendojnë. Ai do që ata të diskutojnë me të se si këto gjëra e ndikojnë gjendjen e tyre të tanishme, me fjalë të tjera, që t'i zbatojnë faktet në jetën e tyre. Edhe pse nuk i njeh ata personalisht, madje as ne që e lexojmë letrën e tij në shekullin e 20, ai e di se ajo çfarë përcakton gjendjen e tyre janë dy faktorë të përbashkët për të gjithë të krishterët e vërtet, kudo dhe në çdo kohë. Faktori i parë është përkushtimi ndaj drejtësisë gjithëpërfshirëse. Romakëve kapitulli 8, vargjet 31 deri në 39 e merr për të mirëqenë faktin që lexuesit e saj po i nënshtrohen Perëndisë si shërbëtor të drejtësisë. Kapitulli 6, vargu 13 dhe vargu 18. Dhe po përpiqen që të bëjnë vullnetin e Perëndisë me gjithë zemër. Faktori i dytë është ekspozimi ndaj trysnisë gjithëpërfshirëse. Romakëve, kapitulli 8, vargjet 31 deri në 39 e trajton vështirësinë fizike dhe armiqësinë njerëzore si përvojën e përbashkët e të gjithë të krishterëve. Nuk është vetëm Pali, por edhe ne që përballemi me shtrëngim, pikëllim, përndjekje, uri, zhveshje, dhe kjo është forma përfundimtare e privimit, rrezik, shpatë. Vargu 35. Pikërisht, ashtu sikurse Pali i kishte mësuar besimtarët e rinj në udhëtimin e tij të parë misionar, me shumë mundime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Veprat e Apostujve, kapitulli 14, vargu 22. Ndoshta një pjesë e vështirësive, jo e gjitha, mund të shmangen për momentin, por jo për gjithmonë. Duke i përshtatur velat frymërore me forcën e erës, mirëpo Pali e di se ata që i janë përkushtuar bindjes universale, siç e quanin puritanët, duhet të notojnë deri në fund kundër rrymës së botës, dhe ne ndjejmë vazhdimisht këtë gjë. Kështu i portretizon Pali lexuesit e tij, dhe ne dallojmë vetveten në pasqyrën e tij. Këta janë ata individ të krishterë, të cilët janë të shqetësuar nga kujtesa e rrënimit moral. Të krishterë, të cilët kanë humbur një mik a një punë për shkak të ruajtjes së integritetit të tyre. Prindër të krishterë, të cilët janë zhgënjyer me fëmijët e tyre. Të krishterë që po përballen me problemet e shëndetit ose me kufizimet fizike. Të krishterë, të cilët familja apo kolegët i konsiderojnë si të huaj për shkak të besimit të tyre. Të krishterë, të cilët janë të pikëlluar nga vdekja e dikujt, për të cilin mendojnë se duhej të jetonte. Ose u duhet të jetojnë me një të afërm me paaftësi mendore, apo me një fëmijë mjaft të sëmur, për të cilët mendojnë se do të ishte më mirë nëse do të vdisnin. Të krishterë të cilët mendojnë se Perëndia nuk merakoset për ta. Përndryshe jeta e tyre do të kishte më pak shqetësime dhe shumë të tjera si këto. Mirë po janë pikërisht njerëz të tillë, me fjalë të tjera, njerëz si ne, të cilët Pali po i sfidon. Çfarë të themi pra për këto? Mendo, mendo, mendo. Çfarë dëshiron Pali që të na ndodh ne? Ai dëshiron që ne t'i përvetsojmë pasuritë që na përkasin, nëse mund të përdorim një shprehje me të cilën është abuzuar shpesh. Këto pasuri, të cilat nuk i kemi përvetsuar akoma, nuk janë manuale procedurash se si të bëhemi të pamëkat, siç mendohet rëndomt, por janë paqja, shpresa dhe gëzimi në dashurinë e Perëndisë, të cilat janë e drejta e të krishterit e fituar përmes besimit. Pali e di që të menduarit emocional, nën trysnitë e jetës, do me thënë
Gjetja e arsyeve për të shfaqsuar reagimet tona na privon nga përvetësimi i këtyre pasurive. Prandaj, ai këmbëngul që ne të reagojmë tani, jo ndaj atyre gjërave që duhet të vinë në të ardhmen, por ndaj këtyre gjërave që radhiten në vargjet 1 deri në 30. Mendoni për njohurinë tuaj për Perëndin, të përfituar përmes Ungjillit, thot Pali, dhe zbatojeni atë. Mendoni kundër shtysave të ndjenjave. Përdorni arsyen për të dalë nga zymtësia ku ju kanë futur ato ndjenja. Çirjani maskën mosbesimit që ato kanë ushqyer. Merreni në kontroll veten. Thirrini mendjes. Shtyjeni veten që të shikoni lart përtej problemeve tuaja drejt Perëndisë së Ungjillit. Lejoni që mendimi ungjillor ta korrigjoj mendimin emocional. Në këtë mënyrë, beson Pali, fryma e shenjtë në ne, shërbesa e të cilit është që të na siguroj se jemi fëmijë të dashur dhe trashëgimtar të Perëndisë, vargjet 15 dhe 16, do të na udhëheq në atë pikë sa deklarata përmbyllëse dhe triumfuese e Palit, jam i bindur se as vdekja, as jeta, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndaj nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Vargjet 38 dhe 39 do të na nxit të themi: po kaq i bindur jam edhe unë. Aleluja, sepse siç e di edhe Pali, në këtë reagim gjendet sekreti i përvojës më shumë se fitimtare, e cila është fitoria që e mposht botën si dhe parajsa e të krishterit këtu mbi tokë. Çfarë të themi pra për këto? Përgjigja modele Palit përbëhet nga 4 mendime, ku secili përqendrohet në një pyetje të mëtejshme. Fundja pyetjet i nxisin njerëzit për të menduar. Në qoftë se Perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh? Qysh nuk do të na dhuroj të gjitha gjërat bashkë me të, Krishtin? Kush do t'i padis të zgjedhurit e Perëndisë? Kush do të na ndaj nga dashuria e Krishtit? Vargjet 31 deri në 35. Fjala kyçe që shfaqet vazhdimisht në 3 mendimet e para është për greqisht hyper, për llogari të, Perëndia është për ne, ai e dha birin e tij për të gjithë ne, Krishti ndërmjetson për ne. Mendimi i katërt është një përfundim i 3 mendimeve të para të marra së bashku. Asgjë nuk mund të na ndaj kurrë nga dashuria e Perëndisë, e cila vjen te ne në Krishtin Jezus, Zotin ton. Këto mendime do t'i shohim me radhë. Perëndia është për ne. E para, në qoftë se Perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ideja këtu është që asnjë kundërshtim nuk mund të na shkatërrojë përfundimisht. Për ta përcjellë këtë mendim, Pali vendos përpara nesh mjaftueshmërinë e Perëndisë si mbrojtësi ynë sovran, si dhe vendosmërinë e përkushtimit të tij beslidhës ndaj nesh. Në qoftë se Perëndia është për ne, kush është Perëndia? Pali flet për Perëndinë e Biblës dhe të Ungjillit, Zotin Jehova, i mëshirshëm dhe i dhembshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri. Eksodi, kapitulli 34, vargu 6. Të cilin i vetëm lindur i birë që është në gjirin e atit, ai e bëri të njohur. Gjoni, kapitulli 1, vargu 18. Ky është Perëndia i cili ka shpallur sovranitetin e tij duke thënë: Unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Jam Perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, që shpall fundin që në fillim dhe shumë kohë më parë gjërat që ende nuk janë bërë,
duke thënë, plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithë shka më pëlqen. Isaia, kapitulli 46, vargjet 9 dhe 10. Ky është Perëndia, i cili e tregoi sovranitetin e tij duke e nxjerrë Abrahamin nga Uri, Izraelin nga skllavëria në Egjipt dhe më vonë nga robëria në Babiloni, dhe Jezusin nga varri, i cili ende tregon po atë sovranitet sa herë që e ringjall në jetën frymërore një mëkatar të vdekur frymërisht. Ky është Perëndia i letrës drejtuar Romakëve, zemërimi i të cilit zbulohet nga qielli mbi çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve. Kapitulli 1, vargu 18. E megjithatë, e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Kapitulli 5, vargu 8. Ky është Perëndia i cili thërret, drejtëson, përlëvdon ata të cilët që nga përjetësia ai i ka paracaktuar që të jenë njësoj me shëmbëllimin e birit të tij. Kapitulli 8, vargu 29. Ky është Perëndia për të cilin flet edhe neni i pari besore së kishës anglikane. Perëndia i vetëm, i gjallë dhe i vërtet, i përjetshëm, ai që ka fuqi, urtësi dhe mirësi të pafundme, krijuesi dhe ruajtësi i të gjitha gjërave të dukshme dhe të padukshme. Le të shtojmë gjithashtu që ky është Perëndia, udhët e të cilit kemi qenë duke studiuar në këtë libër. Në qoftë se Perëndia, ky Perëndi i mësipërm, është për ne, çfarë kuptimi ka kjo? Fjalët për ne deklarojnë përkushtimin beslidhës të Perëndisë. Synimi i Hirit, sikurse e kemi parë tashmë, është që të krijojë një marrëdhënie dashurie mes Perëndisë dhe neve që besojmë. Pikërisht atë lloj marrëdhënieje për të cilën u krijuam fillimisht. Korda e bashkësisë me të cilën Perëndia e lidh vetveten me ne është beslidhja e tij. Ai e imponon atë në mënyrë të njëanshme, përmes premtimit dhe urdhërimit. Këtë e dallojmë nga fjalët që ai i thot Abrahamit tek Zanafilla 17. Unë jam Perëndia i plot fuqishëm, dhe do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje. Unë do të marr përsipër të jem Perëndia yt dhe i pasardhjes sate pas teje, dhe do të jem Perëndia i tyre. Ti do ta respektosh beslidhjen time. Vargu 1, vargjet 7 deri në 9. Galatasve 3 dhe 4 tregojnë që të gjithë ata që e vendosin besimin në Krishtin, jo hebrejt, po aq sa edhe judejt, përfshihen në pasardhjen e Abrahamit përmes Krishtit, dhe ky është populli i beslidhjes. Me themelimin e saj, beslidhja mbetet aktive sepse është Perëndia që e mban në fuqi. Si atë, bashkëshort dhe mbret, këto janë modelet njerëzore sipas të cilave paraqitet marrëdhënia e tij beslidhëse. Perëndia është besnik ndaj premtimit dhe qëllimit të tij. Ky premtim, do me thënë premtimi unë do të jem Perëndia yt, është një premtim i shumëfisht, i cili kur zbërthehet, zbulon që në vetvete i përmban të gjitha premtimet e çmuara dhe shumë të mëdha, me anë të cilave Perëndia është zotuar që t'i plotësoj nevojat tona. Kjo marrëdhënie beslidhëse është baza e të gjithë besimit biblik. Kur adhuruesi thon Perëndia im dhe Perëndia thot populli im, ata po përdorin një terminologji beslidhjeje. Shprehja Perëndia është për ne është gjithashtu terminologji beslidhjeje. Përmes saj na shpallet zotimi i Perëndisë për të na mbajtur dhe për të na mbrojtur kur njerëzit dhe rrethanat na kërcënojnë, për të siguruar për nevojat tona për aq kohë sa të zgjas shtektimi ynë toksor
dhe për të na udhëhequr përfundimisht në përjetimin e plot të tij, pavarësisht se sa shumë pengesa mund të dalin momentalisht përgjatë rrugës son drejt atij synimi. Deklarata e thjesht, Perëndia është për ne, është në të vërtetë një nga thënjet më të pasura dhe më me peshë që gjendet në Bibël. Çdo më thënie ka, nëse unë jam në gjendje të shpallë, Perëndia është për mua? Përgjigjja shihet në Psalmin 56, ku deklarata Perëndia është për mua, vargu 9, shërben si aksi në të cilin rrotullohet i gjithë psalmi. Psalmisti është vënë me shpatulla pas murit. Armiqtë e mi do të donin vazhdimisht të më përpinë. Po, janë të shumt ata që më luftojnë në kryelartësinë e tyre. Vargu 2, krahaso me vargjet 5 dhe 6. Mirëpo njohuria që Perëndia është në anën e tij, sjell një notë triumfi në lutjen e tij. Së pari, kjo i jep siguri që Perëndia nuk e ka harruar dhe as e ka shpërfillur nevojën e tij. Ti i ke numëruar hapat e bredhjes sime. Vendosi lotët e mi në calikun tënd, për t'i ruajtur. A nuk i ke regjistruar në librin tënd, regjistruar përjetësisht? Vargu 8. Së dyti, kjo i jep bindjen e fortë që ditën që do të thërras ty, armiqtë e mi do të kthejnë krahët. Vargu 9. Së treti, kjo i jep themelin e besimit që e shuan panikun. Kur të kem frikë, do të mbështetem te ti. Kam vënë besimin tim te Perëndia, nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëj njeriu? Vargjet 3 dhe 4. Çfarëdo që mishi ose njeriu, sipas vargut 11, mund t'i bëj psalmistit nga ana e jashtme, nëse mund të themi kështu, në kuptimin frymëror, asgjë nuk mund ta prek atë. Pasi jeta e tij e vërtet është një jetë e brendshme për bashkësie me një Perëndi të dashur, dhe Perëndia, i cili e do atë, do ta ruaj frymën e tij me çdo kusht. Me qëra fjala, Psalmi 56 na ndihmon gjithashtu që të kuptojmë se kush përfaqësohet me ne dhe për, të cilët Perëndia deklaron se është i tyre. Psalmisti tregon 3 cilësi, të cilat së toku e karakterizojnë besimtarin e vërtet. Së pari, ai lavdëron dhe objekti i lavdërimit të tij është fjala e Perëndis. Vargjet 4 dhe 10. Do me thënë, ai ja vë veshin zbulesës së Perëndis dhe tregon nderim të thellë për Perëndin e asaj zbulese. Dhe në përputhje me atë zbulesë, në vend që të ndjek përfytyrimet e tij të pavarura teologjike, së dyti ai lutet dhe dëshira që e nxit lutjen e tij është për të pasur përbashkësi me Perëndin si synimi përfundimtar i jetës, që unë të eci përpara Perëndis, vargu 13. Së treti, ai i mban zotimet e tij, zotime për besnikëri dhe mirënjohje, vargjet 12 dhe 13. Personi që lavdëron, lutet, falenderon dhe tregohet besnik, mbart mbi vete karakteristikat e fëmijës së Perëndis. Atëherë, cili ishte qëllimi i Palit kur e bëri pyetjen? Qëllimi ishte dhe është që t'i kundërvihej frikës, frikës së të krishterit të ndrojtur prej forcave për të cilat ai mendon se janë ngritur kundër tij. Forca që mund t'i quajmë të tij, ose të asaj, ose të atyre. Pali e di që gjithmonë gjendet një person ose një grup personash, talljen, mospëlqimin apo reagimin armiqësor të cilëve i krishteri e konsideron të padurueshme. Pali e di që herët avon, kjo do të përbëjë një problem për çdo të krishter,
Përfshirë këtu, edhe ata që përpara konvertimit nuk e vrisnin mendjen se çfarë thoshin të tjerët për ta. Pali e di mirë se sa pengesë e madhe dhe sa shkatrimtare mund të jetë një frikë e tillë. Mirëpo ai e di gjithashtu se si duhet reaguar ndaj saj. Pikërisht Pali po thot: mendoni, Perëndia është për ju. Ju e kuptoni tani se çfarë domethënie ka kjo. Tani mendoni pak se kush është kundër jush dhe pyesni veten se si krahasohen këto dy palë. Vini re që përkthimi kush mund të jetë kundër nesh është i gabuar dhe nuk e kap idenë e Palit. Ai po kërkon që të bëjmë një vlerësim realist të kundërshtarit, njerëzor dhe djallëzor, dhe jo një pretendim aventuresk të paqen. Kundërshtia është fakt. I krishteri që nuk është i vetëdijshëm se gjithmonë ballafaqohet me kundërshti, bën mirë të hapë syt, pasi është në rrezik. Dishepullimi i krishterë nuk ka nevojë për një mungesë realiteti si kjo. Përkundrazi, kjo është një shenjë e dështimit të dishepullimit. A keni frikë nga ata? Thot Pali. Nuk ka pse të keni frikë. Ashtu sikurse Mojsiu nuk kishte pse të kishte frikë nga faraoni, pasi Perëndia i kishte thënë: Unë do të jem me ty. Eksodi, kapitulli 3, vargu 12. Pali po u bën thirrje lexuesve të tij që t'i bëjnë llogarit ashtu si Ezekia. Tregohuni të fortë dhe trima. Mos kini frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asiris dhe para Moris që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet me të. Me ne është Zoti, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona. 2 Kronikave, kapitulli 32, vargjet 7 dhe 8. Topladi, i cili konsiderohet si poeti i sigurisë së besimit për të krishterët, ashtu siç Watts konsiderohet poeti i sovranitetit të Perëndisë dhe Charles Wesley si poeti i krijesës së re, e shpreh qartë ndërgjegjësimin drejt të cilit po përpiqet të na çojë pyetja e Palit. Një mbrojtës sovran un kam, i padukshëm e megjithatë për herë pranë. Besnik i pandryshueshëm që shpëton, i plot fuqishëm urdhëron dhe sundon. Buzëqesh ai dhe ngushëllimi tepron, si ves me hirin e tij më mbulon, me muret e shpëtimit e rrethon, atë shpirt që e do dhe e mbron. Përqafojeni këtë, thot Pali, mbahuni fort pas saj. Lejoni që kjo garanci të ndikojë në çfarëdo situate kundërshtie me të cilën ballafaqoheni. Në këtë mënyrë, përmes njohjes së Perëndisë si mbrojtësin tuaj sovran, i cili është i përkushtuar në mënyrë të pakthyeshme ndaj jush në bestlidhjen e hirit, ju do të zbuloni lirinë nga frika dhe forca të reja për të luftuar. Asnjë e mirë nuk do të refuzohet. E dyta, sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Mendimi i shprehur nga pyetja e dytë e Palit është që përfundimisht asnjë e mirë nuk do të na refuzohet. Ai e përcjell këtë mendim duke vënë në pah mjaftueshmërinë e Perëndisë si bamirësi ynë sovran dhe vendosmërinë e veprës së tij shpenguese për ne. Forcën e argumentit të Palit do ta shpalosim me 3 komente. Së pari, vini re atë që Pali na thot tërthorazi në lidhje me çmimin e madh të shpengimit ton. Ai nuk e kurseu birin e vet. Perëndia nuk u kursye kur na shpëtoi.
Çfarë mund të kishte dhënë ai më tepër për ne? Çfarë kishte ai më shumë për të na dhënë? Ne nuk do të mund ta dimë se sa shumë i kushtoi atit Kalvari, sikurse nuk mund ta dimë se çfarë ndjeu Jezusi ndërsa duroi dënimin që meritonin mëkatet tona. Mund të mos e dim kurrë dhe nuk mund të tregojmë dot se çfarë dhimbjesh ju desh të duronte. Megjithatë, ne mund të themi këtë, që nëse dashuria matet me atë që jep, atëherë nuk ka pasur kurrë një dashuri si dashuria që Perëndia u tregoi mëkatarëve në Kalvar, dhe asnjë dhuratë tjetër dashurie për ne nuk i kushton Perëndisë kaq shumë. Prandaj, nëse Perëndia tashmë e ka vërtetuar dashurinë e tij ndaj nesh në atë që ndërsa ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne, kapitulli 5, vargu 8, atëherë e pakta që mund të themi është që të mund të besojmë se ai do të na jap të gjitha gjërat e tjera. Shumica e të krishterëve e njohin ndjesinë e frikshme që Perëndia mund të mos ketë më për t'u dhënë më shumë se sa kanë marrë tashmë. Por një vështrim i mendueshëm te Kalvari do ta dëbonte këtë trishtim. Por nuk mbetet me kaq. Së dyti, vini re atë që Pali na thot tërthorazi në lidhje me efikasitetin e shpengimit ton. Perëndia, thot ai, e dha atë për ne të gjithë. Ky fakt është vetë garancia që të gjitha gjërat do të na jepen, pasi ato të gjitha vijnë te ne si fryti i drejt për drejt i vdekjes së Krishtit. Sapo kemi thënë që madhështia e dhuratës së Perëndisë në kryq e bën çdo dhuratë të mëtejshme, nëse na lejohet të përdorim këtë fjalë, të natyrshme dhe të pritshme. Mirëpo tani, na duhet të theksojmë që uniteti i qëllimit shpëtues të Perëndisë e bën dhënien e këtyre dhuratave të mëtejshme, të domosdoshme dhe përpasoj edhe të sigurt. Këndvështrimi që dhjata e re ka për kryqin në këtë pikë përfshin më shumë se sa arrijmë të kuptojmë ndonjëherë. Nuk ka asnjë dyshim që shkrimtarët apostolik e paraqesin vdekjen e Krishtit si themelin dhe garancinë e ofrimit të faljes së Perëndisë dhe që ne marrim pjesë në falje përmes pendimit dhe besimit në Krishtin. Mirëpo, ashtu si një armë e mbushur është gati për qitje, por nevojitet vetëm tërheqja e këmbëzës, a mos nënkupton sa më sipër se edhe vdekja e Krishtit arriti vetëm mundësinë e shpëtimit duke kërkuar një ushtrim besimi nga ana jon si për ta shkrehur atë në mënyrë që ta përvetsojmë shpëtimin? Po të ishte kështu, atëherë nuk është tërësisht vdekja e Krishtit që na shpëton. Ashtu sikurse një armë e mbushur nuk mund të shtjerë, e thënë troç, ne shpëtojmë veten ton me anë të besimit ton, dhe me aq sa dim ne, vdekja e Krishtit mund të mos kishte shpëtuar njeri, përderisa mund të kishte ndodhur që askush të mos ta besonte ungjillin. Mirëpo kjo nuk është mënyra se si dhjata e re e sheh vdekjen e Krishtit. Këndvështrimi i dhjatës së re është që vdekja e Krishtit me të vërtetë na shpëtoi. Të gjithë ne, të gjithë e ka fjalën për ata të cilët Perëndia i njohu që më parë, që i ka thirrur dhe i ka drejtësuar dhe në kohën e duhur do t'i përlëvdoj. Besimi ynë, i cili nga këndvështrimi njerëzor është mjeti i shpëtimit, në fakt nga këndvështrimi i Perëndisë është pjesë e shpëtimit dhe është drejt për drejt dhe tërësisht dhuratë e Perëndisë për ne, ashtu siç është falja dhe paqja, të cilat i mundëson ky besim. Nga ana psikologjike, besimi është veprimi ynë i vetjak. Mirëpo e vërteta teologjike tregon se besimi
është vepra e Perëndisë në ne. Besimi ynë dhe marrëdhënia jon e re me Perëndin si besimtar, bashkë me të gjitha dhuratat hyjnore që i gëzojmë në këtë marrëdhënie, që të gjitha u siguruan për ne nga vdekja e Jezusit në kryq. Kryqi nuk ishte një ngjarje e izoluar. Përkundrazi, ai ishte pika qendrore në planin e përjetshëm të Perëndisë për t'i shpëtuar të zgjedhurit e tij. Ai i siguroi dhe garantoi së pari thirrjen, sjelljen në besim përmes ungjillit në mendje dhe frymës së shenjtë në zemër, më pas drejtësimin dhe përfundimisht përlëvdimin e të gjithë atyre për të cilët Krishti vdiq personalisht dhe veçanërisht. Tani mund ta kuptojmë pse ky varg në greqisht thot fjalë për fjalë, qysh nuk do të na dhuroj të gjitha gjërat bashkë me të? Është thjesht e pamundur për të që të mos veproj kështu, sepse Krishti dhe të gjitha gjërat qëndrojnë bashkë si elemente përbërës të dhuratës së vetme të jetës dhe të lavdisë së përjetshme, dhe dhënia e Krishtit për ne për të larguar pengesën e mëkatit përmes shlyerjes zëvendësuese, ka mundësuar realisht hapjen e rrugës për gjithçka tjetër. Qëllimi shpëtues i Perëndisë nga zgjedhja e përjetshme deri te lavdia përfundimtare është një dhe i vetëm, ndaj është jetike si për kuptimin ton, ashtu edhe për sigurinë ton, që të mos humbasim dallimin e kordave që i lidhin bashk fazat dhe pjesët e ndryshme të këtij qëllimi. Kjo na udhëheq për te pika e radhës. Së treti, vini re atë që Pali na thot tërthorazi në lidhje me rjedhojat e shpengimit ton. Perëndia, thot ai, bashkë me Krishtin, do të na jap të gjitha gjërat. Çfarë përfshin kjo? Tashmë u përmendën thirrja, drejtësimi, përlëvdimi, i cili në vargun 30 përfshin gjithçka nga lindja e re deri te ringjallja e trupit, dhe përgjatë të gjithë kapitullit. Edhe shërbesa e shumanshme e frymës së shenjtë. Me kaq mund ta quajmë një pasuri të vërtetë, por mund të shtojmë edhe nga pasazhe të tjera të shkrimit, për shembull, ne mund të përqendrohemi te garancia që Zoti ynë u dha dishepujve të tij se nëse kërkojnë më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, atëherë të gjitha këto gjëra, nevojat e tyre fizike, do t'u sigurohen në provaninë e Perëndisë. Mateu, kapitulli 6, vargu 33. Një e vërtet kjo, të cilën ai, në mënyrë mbreslënse, e vuri në pah kur tha: nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezrit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marrë tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet, dhe në botën e ardhshme, jetë të përjetshme. Marku, kapitulli 10, vargjet 29 edhe 30. Ndoshta mund të përqendrohemi në mendimin se shprehja të gjitha gjërat nënkupton të gjitha të mirat, jo siç mund t'i mendojmë ne, por siç mund t'i mendoj Perëndia, teksa urtësia dhe fuqia e tij e pafundme udhëzojnë bujarinë e tij. Mirë po ne do të mund të njësoheshim më shumë me mendimin e Palit nëse do ta shikonim shprehjen e tij sikurse edhe lidhëzën pra në vargun 1 përmes një lloji të veçantë logjike pastorale të Palit, e cila i pret dhe u kundërvihet duke u paraprir konkluzioneve të gabuara që mund të nxirrnin lexuesit e tij. Konkluzioni i gabuar që ai po kundërshtonte në vargun 1
të cilin e shohim ta kundërshtoi sërish në vargun 33, ishte mendimi se mëkatet e paaftësisë të krishterëve mund të rrezikonin në vazhdim pranimin e tyre prej Perëndisë. Tani, ai po kundërshton konkluzionin e gabuar që ndjekja e Krishtit do të thotë të humbësh gjithçka që me të vërtet ja vlen ta kesh, pa u shpërblyer me ndonjë përfitim të ngjashëm. Konkluzion i cili, nëse do të ishte i vërtet, do ta bënte dishepullimin e krishterë të dukej si kokërrumbullakët në librin 1066 e këtej. 1066 and all that. Të drejtë, por të neveritshëm, siguria e palit që Perëndia me Krishtin do të na jap të gjitha gjërat e paraprin dhe e korrigjon këtë konkluzion. Pasi kjo siguri shpall mjaftueshmërinë e Perëndisë si mirëbërësin ton sovran, dhe trajtimi që ai u bën shërbëtorëve të tij nuk lë vend për asnjë ndjesi frike nga varfërimi i mundshëm personal. Le ta shtjellojmë këtë më poshtë. I krishteri si Izraeli në Sinai përballet me kërkesën ekskluzive të urdhërimit të parë. Perëndia i tha Izraelit: "Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Mos ki perëndi të tjerë para meje." Eksodi, kapitulli 20, vargjet 2 dhe 3. Përkthimi në anglisht i Biblës sipas versionit standard të rishikuar RSV thot për krah meje. Ky urdhërim, sikurse të tjerë ndër 10 urdhërimet, u dha në një formë mohuese pasi erdhi si një thirrje për të ndaluar mënyrën e vjetër të jetesës dhe për t'ia nisur nga fillimi. Sfondi i këtij urdhërimi ishte politeizmi i Egjiptit, të cilin Izraelitët tashmë e njihnin, dhe ai i Kanaanit, me të cilin do të përballeshin shumë shpejt. Në këtë fakt, politeizmi, adhurimi i shumë perëndive, ishte i përhapur kudo në lindjen e afërt. Në thelb të tij qëndronte koncepti që pushteti i çdo perëndie kufizohej prej pushtetit të atyre për krah tij. Për shembull, Perëndia i drithit ose Perëndia i pjellorisë nuk mund t'i ushtronin dot kurrë funksionet e perëndisë së stuhisë ose perëndisë së deteve. Një perëndi që e kishte shtëpinë e vet në një faltore, në një korije ose në një pemë të shenjtë, mund të vepronte vetëm për t'i ndihmuar njerëzit që ishin afër shenjtërores së tij. Në vendet e tjera, perëndi të tjera kishin fuqi supreme. Prandaj, nuk mjaftonte që të adhuroje vetëm një perëndi. Lipsej që, përsa të ishte e mundur, njeriu të kishte marrëdhënie të mira me të gjithë perëndit. Përndryshe, ai mund të përballej me zemërimin e vazhdueshëm të perëndive të cilët i kishte shpërfillur. Pasoja do të ishte humbja e të mirave të cilët ata zota kishin tagrin për të dhënë. Ishte pikërisht trysnia e këtyre koncepteve që vite më vonë e rriti tundimin e Izraelit për të adhuruar perëndi të tjerë. Padyshim që në Egjipt ata e kishin marrë për të mirëqenë botkuptimin politeist, pavarësisht se sa mund të ishin përfshirë në adhurimin e perëndive egjiptiane. Mirëpo, urdhërimi i parë e përjashtonte fort dhe në mënyrë kategorike këtë formë të menduari e të vepruari. Mos ki perëndi të tjerë para meje. Tani vini re se si Perëndia e trajton çështjen e besnikërisë së ndarë mes tij dhe perëndive të tjerë. Ai ja paraqet këtë Izraelit jo si një çështje teologjike, por si çështje besnikërie, një çështje që nuk ka të bëjë vetëm me mendjen, por edhe me zemrën. Gjetiu në shkrim, në mënyrë të veçantë te Psalmet dhe Isaia, shohim që Perëndia i thot hapur popullit të tij
që adhurimi i perëndive pagan është marrëzi, pasi ata në fakt nuk janë perëndi. Mirë po këtu, ai nuk po thekson të njëjtën gjë. Për momentin, ai e lë të pasqaruar çështjen e ekzistencës së perëndive të tjera. Ai nuk e jep urdhërimin e parë për të sqaruar këtë çështje, por për të sqaruar çështjen e besnikërisë. Perëndia nuk thot, nuk ka perëndi të tjerë përveç meje që ju mund t'i zgjidhni. Ai thjesht thot, mos ki perëndi të tjerë para meje. Këtë kërkesë e bazon mbi faktin se ai është perëndia i tyre, i cili i nxori nga Egjipti. Ngjan sikur ai u tha, duke ju shpëtuar nga faraoni dhe nga ushtria e tij me dorën time të fuqishme dhe krahun tim të shtrirë, me shenja dhe mrekulli, me pashkën dhe kalimin e detit të kuq, unë ju dhash thjesht një shembull të vogël të asaj që mund të bëj për ju, dhe ju a bëra të qartë që unë mund t'ju mbroj kudo, në çdo kohë dhe kundër çdo armiku, të siguroj për ju dhe t'ju jap gjithçka që e karakterizon një jetë të vërtetë. Nuk keni nevojë për perëndi tjetër përveç meje. Prandaj, nuk duhet të mashtroheni që të kërkoni ndonjë perëndi tjetër veç meje. Ju duhet të më shërbeni mua dhe vetëm mua. Me fjalë të tjera, në urdhërimin e parë, Perëndia i tha Izraelit që t'i shërbej ekskluzivisht atij, jo vetëm sepse për këtë i detyroheshin, por gjithashtu sepse ai ishte i denjë për besimin e tyre të plot dhe ekskluziv. Ata duhej të përuleshin ndaj autoritetit të tij absolut mbi ta, mbi bazën e besimit të plot në mjaftueshmërinë e tij për ta. Dukej qartë që këto dy gjëra duhej të qëndronin bashkë, sepse zorse mund t'i shërbenin atij me gjithë zemër, duke i përjashtuar perënditë e tjera, nëse do të vinin në dyshim gjithë mjaftueshmërinë e tij për të siguruar gjithçka që mund t'u nevojitej atyre. Nëse je i krishterë, ti e di që e njëjta gjë kërkohet edhe prej teje. Perëndia nuk e kurseu birin e tij, por e dha atë për të gjithë ne. Krishti të deshi dhe e dha veten e tij për ty, që të shpëtonte nga Egjipti frymëror i skllavërisë së mëkatit dhe të Satanit. Urdhërimi i parë në formën e tij pohuese ju jepet nga vetë Krishti. Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Mateu, kapitulli 22, vargjet 37 dhe 38. Ky urdhërim ka autoritet si mbi të drejtën e krijimit, ashtu dhe mbi atë të shpengimit, dhe nuk mund t'i shmangemi dot. Ju e dini se për çfarë lloj jete Krishti ju thëret për të jetuar si dishepull i tij. Shembulli dhe mësimi i tij në ungjit, për të mos parë më larg se kaq në librin e Perëndisë, e bëjnë jashtëzakonisht të qartë këtë. Ju jeni thirrur që të jetoni si shtegtar në këtë botë, thjesht si një banor i përkohshëm, i cili udhëton pa shumë bagazhe dhe është i gatshëm që sipas udhëzimit të Krishtit të bëni atë që i riu pasanik nuk pranoi ta bënte. Të hiqni dorë nga pasuria materiale dhe nga siguria që të ofron ajo, dhe të jetoni në një mënyrë që të bën të përjetosh varfërinë dhe humbjen e zotërimeve. Duke qenë se thesari juaj është në qiell, nuk duhet të kapeni pas thesareve mbi tokë, dhe as për një standard të lartë jete. Juve mund t'ju kërkohet që të hiqni dorë nga të dyja këto. Ju jeni thirrur të ndiqni Krishtin duke e mbajtur kryqin tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Të vetmit persona në botën e lashtë
që mbanin një kryq ishin kriminalët e dënuar rrugës drejt ekzekutimit. Secili prej tyre, sikurse edhe vetë Zoti ynë, detyrohej të mbante kryqin në të cilin do të kryqëzohej. Prandaj, ajo që Krishti nënkupton me mbartjen e kryqit është vendosja e vetes në pozitat e një personi të tillë. Do me thënë që ju të hiqni dorë nga çdo pritshmëri prej shoqërisë në të ardhmen dhe të mësoni që ta konsideroni si normale nëse ata për qark ju shpërfillin dhe ju shohin me përbuzje dhe për çmim, pak a shumë si një qenie të huaj. Shpesh do ta gjeni veten të trajtuar në këtë mënyrë, nëse i qëndroni besnik Zotit tuaj Jezu Krisht. Sërish, ju jeni thirrur për të qenë zemërbut, duke mos këmbgulur gjithmonë për të drejtat tuaja, të mos preokupoheni për tu hakmarr, të mos ju pezmatohet zemra prej keqtrajtimit dhe fyrjeve personale. Megjithatë, nëse normalisht jeni të ndjeshëm, do të jeni tepër të vetëdijshëm për lëndimin që do t'ju shkaktojnë tërë këto. Por ju duhet vetëm që t'ja paraqisni çështjen tuaj Perëndis dhe t'ja lini në dorë atij hakmarrjen, nëse ai e sheh të arsyeshme dhe kur t'i duket atij më e përshtatshme. Qëndrimi juaj ndaj njerëzve të tjerë të mirë dhe të këqij, të sjellshëm dhe keqdashës, të krishterë dhe jo besimtar, duhet të jetë si reagimi i samaritanit të mirë ndaj judeut të keqtrajtuar. Do me thënë, duhet i keni sytë të hapur ndaj nevojave të tjerëve, qofshin frymërore apo materiale. Zemra juaj duhet që të jetë gati për të kujdesur për shpirtrat nevojtar sa herë që t'i hasni ata. Mendja juaj duhet të jetë e vëmendshme për të gjetur mënyrën më të mirë për t'i ndihmuar ata dhe vullneti juaj duhet ta kundërshtojë tendencën prej së cilës biem kaq lehtë të gjithë ne. Është detyra e dikujt tjetër të kalojmë në anën tjetër të rrugës, tu shmangemi situatave në nevojë sa herë na kërkohet që të ndihmojmë në mënyrë sakrifikuese. Sigurisht që asnjë nga këto nuk është e panjohur për ne. Ne e dim se në çfarë lloj jete na thërret Krishti dhe predikojmë dhe flasim shpesh me njëri tjetrin për këtë. Mirë po pyetja është, a e vëm në praktik atë? Ja, vështroni kishat. Vështroni numrin e pakt të shërbestarëve dhe misionarëve, sidomos atyre meshkuj. Të mirat materiale luksoze në shtëpitë e krishtera, problematikën e ngritjeve të fondeve për organizatat e krishtera, nxitimin e të krishterëve nga çdo sferë e jetës për t'u ankuar për pagën e tyre, mungesën e përkujdesjes për të moshuarit e të vetmuarit, madje për çdo tjetër që gjendet jashtë rrethit të besimtarëve të doktrinës sonë. Ne nuk u ngjajmë të krishterëve të dhjatës së re. Qasja jonë ndaj jetës është zakonore dhe statike, ndërkohë që qasja e tyre nuk ishte e tillë. Mendimi së pari siguria ime nuk i pengonte nismat e tyre siç ndodh me tonat. Duke qenë plot gjallëri, të pazakont dhe të çliruar në jetesën sipas Ungjillit, ata e transformuan botën e tyre. Mirë po, askush nuk mund të thotë për ne të krishterët e këtij shekulli se po bëjmë të njëjtën gjë. Pse ne jemi kaq të ndryshëm? Si është e mundur që kur krahasohemi me ta, ngjajmë si të krishterë gjysmak? Prej nga vjen kjo gjendje shpirtërore nervoze, e pavendosur dhe jo rrezikuese, e cila e bren kaq shumë dishepullimin ton? Pse nuk jemi të çliruar prej frikës dhe ankthit, saqë të mund ta ndjekim Krishtin me tërë potencialin ton? Një nga arsyet, me sa duket,
është se ne u friksohemi thellë në zemrën tonë pasojave të mundshme të përkushtimit total ndaj jetës së krishterë. Ne stepemi nga marrja përsipër e barës së përgjegjësisë ndaj të tjerëve nga frika se nuk do të kemi forcë për ta mbajtur atë. Ne stepemi përpara një stili jetese në të cilin na duhet të heqim dorë nga siguria e të mirave materiale, nga frika se do të ngecim në baltë. Ne hezitojmë të tregohemi zemërbut nga frika se, duke mos kërkuar të drejtën tonë, do të na shkelin me këmbë dhe do të lëndohemi. Dhe do të numërohemi me viktimat dhe të dështuarit e kësaj bote. Ne hezitojmë që t'i braktisim zakonet tona shoqërore për t'i shërbyer Krishtit nga frika se, duke e bërë këtë, e gjithë struktura tashmë e themeluar e jetës do të rënohej, duke mos pasur më një pikë mbështetje. Janë pikërisht këto friksime, gjysmë të vetëdijshme, kjo tutje prej pasigurisë dhe jo ndonjë dëshire qëllimshme për të mos u përballur me koston e ndjekjes së Krishtit, të cilat na bëjnë të stepemi. Ne kemi frikë se rreziqet e dishepullimit kokë e këmbë do të jenë tepër të mëdha për t'i përballuar. Me fjalë të tjera, ne nuk jemi të bindur se mjaftueshmëria e Perëndisë do të sigurojë për çdo nevojë të atyre që me gjithë zemër e në bindje ndaj thirrjes së Krishtit nisin lundrimin në detin e jetesës jashtë normave zakonore. Prandaj, ndjejmë detyrimin për ta shkelur pakës urdhërimin e parë, kur zhvendosim një masë të caktuar të kohës dhe energjisë sonë nga shërbimi ndaj Perëndisë në shërbim të Mamonit. Këtu pra, duket se qëndron në thelb problemi ynë. Ne kemi frikë që ta pranojmë plotësisht autoritetin e Perëndisë për shkak të pasigurisë sonë të fshehur në lidhje me mjaftueshmërinë e tij për të kujdesur për ne nëse e pranojmë atë. Le t'i themi gjërat ashtu siç janë. Gjëja më e rëndësishme që po bëjmë këtu është mosbesimi. Dhe deklarata e Palit, ai do të na jap të gjitha gjërat, qëndron si një qortim i përjetshëm ndaj nesh. Pali po na thot që nuk ka asnjë humbje përfundimtare apo varfërim të pakthyeshëm nga të cilat të kemi frikë. Nëse Perëndia na e refuzon diçka, e bën këtë vetëm për të bërë vend për një a disa nga gjërat që ai ka në mendje. A mos ndoshta ende po supozojmë se jeta e një individi varet qoftë edhe pjesërisht në gjërat që ai zotëron? Kështu, vetëm sa po i hapim derën pa kënaqësisë dhe po e pengojmë bekimin, deklarata e Palit, të gjitha gjërat, nuk është moria e zotërimeve materiale dhe ne duhet ta hedhim tutje dëshirën për zotërime, në mënyrë që të gjitha gjërat të bëhen tonat. Kjo shprehje nuk ka të bëjë me asgjë tjetër veç se me njohjen dhe shijimin e Perëndisë. Kuptimi i ai do të na jap të gjitha gjërat mund të përshkruhet kështu: një ditë do të shohim që asgjë, pikërisht asgjë, që mund ta kishte shtuar lumturinë tonë të përjetshme, nuk na është privuar, dhe që asgjë, pikërisht asgjë, që mund ta kishte pakësuar lumturinë tonë të përjetshme, nuk na është lejuar. Çfarë sigurie tjetër më të lartë se kjo dëshirojmë? Megjithatë, kur vjen puna për një përkushtim vetë dorëzues në shërbim të Krishtit, ne ngurojmë. Pse? E thënë shkurt e qartë, për shkak të mosbesimit. Mos kemi frikë se Perëndisi mungon forca ose urtësia për të përmbushur qëllimin e tij të shpallur? Le të mos harrojmë që ai krijoi gjithësinë, edhe sundon mbi të. Ai sundon kudo dhe përcakton gjithçka që ndodh.
nga karriera e Faraonit dhe Nebukadnesarit e deri te rënja e një harabeli në tokë. A mos vallë kemi frikë se ai është i paaft dhe ashtu si njerëzit e mirë e me qëllime të mira ndonjëherë i zhgënjejnë miqtë e tyre, po kështu edhe Perëndia ynë mund të dështojë në plotësimin e qëllimeve të tij të mira ndaj nesh, por pali na e bën të kryer. Në gjithçka, Perëndia punon për të mirën e atyre që e duan atë. Romakëve, kapitulli 8, vargu 28. Përkthim i drejt për drejt i versionit RSV. Kush jeni ju që të supozoni se jeni përjashtimi i parë, personi i parë që do të zbuloni Perëndin të lëkundet dhe të dështoj në përmbushjen e fjalës së tij? A e dalloni tani se si e çnderoni Perëndin me friksime të tilla? Apo mos vallë dyshojmë në pandryshueshmërinë e tij, se ndoshta ai u shfaq, a u zhvillua, a vdiq në periudhën ndërmjet kohrave të Biblës dhe kohës sonë? Në fakt, të gjitha këto ide janë eksploruar në kohët moderne dhe se tani ai nuk është më i njëjti Perëndi me të cilin kishin të bënin shenjtorët e shkrimit? Por thuhet, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Malakia, kapitulli 3, vargu 6. Dhe Jezu Krishti është i njëjtë dje dhe sot dhe në përjetësi. Hebrejve, kapitulli 13, vargu 8. Mos vallë jeni duke hezituar ndaj një kursi drejtimi të rrezikshëm e me kosto të lartë, por për të cilën e dini në zemrën tuaj se Perëndia ju ka thirrur? Mos hezitoni më. Perëndia juaj është besnik me ju, dhe ai është më se i mjaftueshëm për ju. Nuk do t'ju nevojitet kurrë më tepër nga sa ai mund t'ju siguroj, dhe ajo që ai siguron, qoftë materiale apo frymërore, do të jetë gjithmonë e mjaftueshme për të tashmen. Ai, Zoti, nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt. Psalmi 84, vargu 11. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundoheni përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje, që ju të mund ta përballoni. 1 Korintasve, kapitulli 10, vargu 13. Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. 2 Korintasve, kapitulli 12, vargu 9. Mendoni për këto gjëra, dhe mendimet tuaja le t'i dëbojnë hezitimet tuaja, në mënyrë që t'i shërbeni zotërisë suaj. Kush do të na akuzoj? E treta. Kush do t'i padit të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që i drejtëson. Kush është ai që do t'i dënoj? Mendimi i shprehur në pyetjen e tretë të palit është që asnjë akuzë nuk mund të bëhet shkak për të na përjashtuar nga trashëgimia. Ai e përcjell këtë mendim duke na treguar për përshtatshmërinë e Perëndisë si kampioni ynë sovran, si dhe për natyrën përfundimtare të verdiktit të tij drejtësues mbi ne. Pali i shkroi 2 vargjet pararendëse për të kundërshtuar frikën e të krishterit nga kundërshtimi dhe privimi mes njerëzve. Kurse këtë varg, ai e shkruan për të kundërshtuar frikën e refuzimit nga Perëndia. Ekzistojnë 2 lloje ndërgjegjesh të sëmura: ato që nuk janë mjaft të vetëdijshme për mëkatin dhe ato që nuk janë mjaft të vetëdijshme për faljen. Në këtë varg, pali po i drejtohet llojit të dytë. Ai e di se sa lehtë mund të sëmuret ndërgjegja e të krishterit kur ai është në trysni, sidomos kur të krishterit
i vihe në dukje të metat, siç bën Romakëve kapitulli 7, vargjet 24 dhe 25, me realitetin e vazhdueshëm të mëkatit dhe të dështimit. Gjithashtu, Pali e di se sa të pamundur e ka shpresa e krishterë për ta lumturuar zemrën e atij që dyshon nëse është një besimtar i drejtësuar. Prandaj, duke ndërtuar mbi rrjedhën e mendimit se çfarë duhet të thonë të krishterët për këto gjëra, Pali trajton drejt për së drejti frikën, e cila përjetohet nga të gjithë të krishterët, se mos drejtësimi i tanishëm mund të jetë i përkohshëm, se mos një ditë ata mund ta humbasin atë për shkak të papërsosërisë në jetën e tyre të krishterë. Pali nuk e mohon për asnjë çast faktin që të krishterët dështojnë dhe rrëzohen, madje disa herë shumë rënd. Gjithashtu, ai nuk e vën në dyshim, siç e dinë të gjithë të krishterët e vërtet, dhe siç na e zbulojnë edhe fjalët e tij te Romakëve 7, që kujtimi i mëkateve të kryera pas konvertimit është edhe më i dhimbshëm se çdo mendim rreth shkarjeve morale para konvertimit, sado të rënda të kenë qenë ato. Mirë po Pali e mohon kategorikisht mundësinë që ndonjë shkarje e sotme mund të rrezikojë statusin ton si të drejtësuar. Ai na thot se arsyeja në lidhje me këtë është e thjeshtë. Askush nuk është në pozitë për ta rivlerësuar verdiktin e Perëndisë. Përkthimi i versionit anglisht NEB e përcjell mjaft mirë idenë e Palit. Kush do të jetë akuzuesi i të zgjedhurve të Perëndisë? Fjalët që përdor Pali e përforcojnë këtë ide në disa mënyra. Së pari, Pali na kujton për hirin e Perëndisë në zgjedhje. Kush do t'i padis të zgjedhurit e Perëndisë? Mos harroni, thot Pali, se ata të cilët Perëndia i ka drejtësuar tani ishin zgjedhur që nga përjetësia për shpëtimin përfundimtar, dhe nëse drejtësimi i tyre do të shfuqizohej në ndonjë moment të caktuar, i gjithë plani i Perëndisë për ta do të shkatërrohej tërësisht. Prandaj, mbi këtë bazë, humbja e drejtësimit është e palogjikshme. Së dyti, Pali na kujton për sovranitetin e Perëndisë në gjykim. Perëndia është ai që i drejtëson. Kush është ai që do t'i dënojë? Nëse është Perëndia, i cili është krijuesi dhe gjykatësi i të gjithëve, ai që ka shpallur verdiktin drejtësues, do me thënë ka shpallur se jeni në rregull përpara ligjit të tij dhe vetë atij, dhe tani nuk rrezikoheni më nga dënimi me vdekje për shkak të mëkateve tuaja, por jeni të pranuar në Krishtin, dhe nëse Perëndia ka dhënë këtë verdikt pavarësisht dështimeve tuaja, duke ju drejtësuar mbi faktin dhe dieninë e plot që ju nuk ishit të drejtë, por të paudhë. Romakëve kapitulli 4, vargu 5. Atëherë, askush nuk mund ta sfidoj kurrë atë verdikt, madje as vet akuzuesi i vëllezërve. Askush nuk mund ta cënojë vendimin e Perëndisë me kokën e tij. Ka vetëm një gjykatës, dhe askush nuk mund të sjellë prova të reja për shthurjen tuaj, të cilat do ta bënin Perëndin të ndryshojë mendim. Sepse Perëndia i kishte syt në ballë, nëse mund ta themi kështu, kur ju drejtësoi. Ai e njihte edhe anën tënde më të errët në momentin kur të pranoi për hir të Jezusit. Ndaj dhe verdikti që ai dha atëherë ishte dhe mbetet përfundimtar. Në botën e Biblës, gjykimi ishte një e drejtë mbretërore. Prej gjykatësit mbretëror, në të cilin bashkoheshin të gjitha pushtetet e ligjvënies, gjykatës dhe ekzekutivit, pritej që pasi të kishte zgjidhur të drejtën e një personi, të vepronte për t'u siguruar që ai person ta gëzonte atë të drejtë. Kështu,
mbreti u bë kampioni dhe mbrojtësi i atyre të cilët i kishte drejtësuar me gjykimin e tij. Ky është sfondi i mendimit të Palit në këto vargje. Zoti sovran, i cili ju drejtësoi, do të ndërmarr hapa konkret për t'u siguruar që ju po e mbani dhe po e gëzoni plotësisht statusin që ai ju a ka dhënë. Prandaj humbja e drejtësimit është e palogjikshme edhe në këtë këndvështrim. Së treti, Pali na kujton për efikasitetin e ndërmjetësimit të Krishtit. Do të ishte më mirë, siç bën edhe përkthimi anglisht i Biblës RSV, që ta lexojmë vargun që i referohet Krishtit si një pyetje. Kush do t'i dënoj? A nuk është Krishti Jezus ai që vdiq, po që u ringjall, i cili është në të djathtë të Perëndis dhe që ndërmjetëson për ne? Gjithçka që Pali thot, vlen për të treguar se është absurde të mendosh që Krishti na dënon. Ai vdiq për të na shpëtuar nga dënimi, duke e mbartur ndëshkimin për mëkatet tona si zëvendësuesi ynë. Ai u ringjall dhe u lartësua nga Perëndia si princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Veprat e Apostujve, kapitulli 5, vargu 31. Tani për shkak se ai është i ulur në fron, në praninë e Atit, ai ndërmjetëson plot autoritet për ne. Do me thënë, ai ndërmjetëson për të mirën tonë, për të garantuar që ne do të marrim gjithçka nga ato që ai siguroi me vdekjen e tij. Dhe tani, ai do të na dënoj? Ai, ndërmjetësi, i cili na deshi dhe vdiq për ne, preokupimi i vazhdueshëm i të cilit është që ne t'i shijojmë të gjitha frytet e shpengimit të tij, kjo ide është groteske dhe e pamundur. Prandaj bëhet e qartë edhe një herë që humbja e drejtësimit ton nuk është e logjikshme dhe i krishteri i munduar duhet ta pranoj këtë përfundim si prej Perëndis. Sërish, Topladi vendos fjalët e duhura në gojën tonë, në një himn të titulluar Besim Rigjallërues. Nga vjen kjo frikë, ky mosbesim? A nuk e bëri të vuaj Ati vallë? Birin e tij të panjoll në vendin tim? Gjykatësi i drejtë i njerëzve a do të më gjykoj për borxhin e mëkatit tim, kur gjitha i borxh tu llogarit ty o Zot? Shlyerje të plot arrit e ti. Pagove çdo qindark të borxhit që kishte populli yt. Zemërimi i tij mbi mua s'mund të bjerë, nëse strehuar jam në tënden drejtësi dhe spërkatur jam nga gjaku yt. Nëse ti faljen time sigurove dhe vetë zgjodhe për mua të duroje, gjithë zemërimin e shenjtë hynor, Perëndia s'mund të kërkoj 2 herë shpagim, një herë nga dora e të përgjakurit, garantuesit tim, dhe sërish nga unë tani. Pra në prehjen tënde kthehu shpirti im, se meritat e kryepriftit tënd të madh e blen për ty lirin. Beso pra në të efektshmin gjak të tij. Mos druaj që Perëndia do të dëboj, përderisa Krishti vdiq për ty. Kush mund të na ndaj? E 4. Kush do të na ndaj nga dashuria e Krishtit? Mendimi kulmor në të cilin arrin Pali në këtë pyetje të 4 është që ne nuk mund të na ndaj asgjë nga dashuria e Krishtit. Ai e përcjell këtë ide duke na vendosur përballë Perëndin, Atin dhe Birin, si mbajtësin ton sovran dhe duke na e bërë të qartë vendosmërinë e dashurinë hyjnore në përcaktimin e ardhmërisë tonë.
Ne e studiuam dashurinë e Perëndisë në një kapitull të mëparshëm, prandaj nuk ka pse ta trajtojmë sërish këtu. Pika kulmore, së cilës i kthehet tashmë arsyetimi i palit, është e njohur për ne. Do me thënë, ndërkohë që dashuria njerëzore me gjithë potencialin e saj në sfera të tjera, nuk mund të garantojë që të dashurit do t'i ndodh pikërisht ajo që dëshirojmë për të, sikurse e din mirë të dashuruarit apo prindërit zemërthyer, dashuria hyjnore është një funksion i karakterit të gjithë pushtetshëm dhe ka në zemër të saj një qëllim të plot fuqishëm për të bekuar, i cili nuk mund të thyhet dot. Ky konkluzion sovran, hyjnor, na parashtrohet si dashuria e Krishtit dhe si dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Vargu 35 dhe 39. Ky përshkrimi i dyfisht na kujton që si Ati, ashtu edhe Biri, bashkë me frymën e shenjtë, sikurse na tregoi edhe pjesa pararendëse e Romakëve 8, janë në unison në dashurinë e tyre për mëkatarët. Gjithashtu, dashuria e cila zgjedh, drejtëson dhe përlëvdon është dashuri në Krishtin Jezus, dashuri që njihet vetëm prej atyre që mund të thonë Krishti Jezus është Zoti ynë. Pali flet për dashuri shpëtuese, dhe dhjata e re na ndalon së supozuari se kjo dashuri hyjnore mund të përqafohet pa shkuar si mëkatar te Jezusi dhe pa ju drejtuar Jezusit me të njëjtat fjalë si Thomai, Zoti im dhe Perëndia im. Por sapo dikush ja dorëzon me të vërtet veten Zotit Jezus, po na thot Pali, ai nuk ka pse ta ndjej kurrë pasigurinë e zonjushës së dashuruar, e cila murmurit ndërsa këput petalet e lules. Më do, s'më do. Në fakt, është privilegji i të gjithë të krishterëve që ta dinë me siguri se Perëndia na do në mënyrë të pandryshueshme dhe se asgjë nuk mund të na ndajë ndonjëherë nga ajo dashuri, apo të mund të hyjë mes nesh dhe shijimit përfundimtar të fryteve të saj. Këtë gjë shpall Pali në deklaratën e fundit triumfuese të vargjeve 38 dhe 39, në të cilën dëgjohet çdo rrahje e zemrës së sigurisë së krishter. Jam i bindur, jam i sigurt, jam absolutisht i sigurt se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqit dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Këtu Pali shpalos në të paktën dy mënyra mjaftueshmërinë e Perëndisë, apo gjithë mjaftueshmërinë nëse përdorim fjalën më të vjetër. Së pari, Perëndia është i mjaftueshëm si mbajtësi ynë. Asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë, pasi dashuria e Perëndisë na mban fort. Thuhet për të krishterët se nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin. 1 Pjetrit, kapitulli 1, vargu 5, dhe fuqia e Perëndisë i mban ata në besim, si dhe i mban të sigurt përmes të besuarit. Besimi juaj nuk do të dështojë për aq kohë sa Perëndia e mbështet atë. Ti nuk je aq i fortë sa të shkasësh nga besimi, kur Perëndia ka vendosur të të mbajë. Dhe së dyti, Perëndia është i mjaftueshëm për vetë synimin ton përfundimtar. Marrëdhëniet dashurore njerëzore, ato mes fëmijës dhe prindit, bashkëshortit dhe bashkëshortes, ose ajo mes miqsh, janë qëllim më vete, duke e pasur vlerën dhe gëzimin e tyre brenda vetes. E njëjta gjë mund të thuhet
edhe për njohurinë tonë për Perëndin, i cili na do dhe dashuria e të cilit na shfaqet në Jezusin. Pali shkroi: po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zoti tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh, që unë të fitoj Krishtin, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij, duke u bazuar me vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'ja arrijë ringjalljes prej së vdekurish, por po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti, duke harruar ato që kam lënë pas, dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Filipianëve, kapitulli 3, vargjet 8 deri në 14. Sikurse e thot edhe himni, Krishti është shtegu, Krishti është çmimi, qëllimi i marrëdhënies son me Perëndin në Krishtin është përsosja e vetë marrëdhënies son me të. Si mund të jetë ndryshe kur bëhet fjalë për një marrëdhënie dashurie? Kështu, Perëndia është i mjaftueshëm edhe në këtë kuptim të mëtejshëm, që përmes njohjes së tij të plot, do ta shikojmë veten tërësisht të kënaqur, pa pasur nevojë dhe pa dëshiruar për më shumë. Edhe një herë, Pali po i kundërvihet frikës, kësaj here frikës ndaj së panjohurës, qoftë ndaj vështirësive të pazakonta. Vargjet 35 dhe 36. Qoftë ndaj ndonjë të ardhme tmerruese, as gjërat e ardhshme, qoftë ndaj forcave kozmike me të cilat as nuk mund të matemi, as nuk mund t'i kontrollojmë. Fjalët lartësitë dhe thellësitë në vargun 39 janë terma teknik astronomik për fuqitë e mistershme kozmike. Fokusi i kësaj frike është tek pasojat që mund të kenë të gjitha sa më sipër në marrëdhënien individuale me Perëndin, duke mposhtur si arsyen, ashtu edhe besimin dhe duke shkatëruar kështu shëndetin mendor dhe shpëtimin. Në një epokë si kjo e jona, jo dhe aq e ndryshme nga ajo e Palit, të gjithë të krishterët, sidomos ata me më imagjinat, e kanë njohur disi këtë frikë. Kjo frikë është varianti i krishter i ankthit ekzistencial, ANGST, në ballafaqimin me mundësinë e rënimit personal. Por Pali na thot që ne duhet ta luftojmë këtë frikë, sepse ky lugat nuk është real. Asgjë, absolutisht asgjë, nuk mund të na ndaj dot nga dashuria e Perëndisë, por në të gjitha këto jemi më shumë se fitimtar me anë të atij që na deshi. Vargu 37. Kur Pali dhe Sila ishin të prangosur në burg në Filipi, ishin aq të ngazëlluar sa që në mesnat filluan të këndonin. Të njëjtën gjë do të përjetojnë të gjithë ata që e njohin dashurinë sovrane të Perëndisë, sa herë të ballafaqohen me pikëllime. Sërish, Topladi gjen fjalët e duhura për ta shprehur këtë përvojë në himnin e titulluar Siguri e plot. Punën e nisur nga mirësia e tij, krahu i forcës së tij do ta përmbush. Premtimi i tij është po dhe amen, dhe kurrë nuk ka rënë poshtë. As gjërat e ardhshme, as gjërat e tashme, as gjërat poshtë dhe as ato lart, nuk mund ta bëjnë qëllimin ta braktisë, ose shpirtin tim nga dashuria e tij ta ndaj. Emrin tim nga pëllëmba e tij, as përjetësia nuk mund ta fshijë.
skalitur në zemrën e tij ai qëndron, vulosur nga i pandryshueshmi hir. Po, deri në fund do të qëndroj. Me shumë siguri është dhënë kapari. Më të lumtur, por jo më të sigurt, do të jenë shpirtrat e përlëvduar në qiell. Të mësosh ta njohësh Perëndin në Krishtin. Tashmë e kemi arritur pikën kulmore të librit. E nisëm me domethënien e njohjes së Perëndisë. Zbuluam se Perëndia, i cili është aty për t'u njohur prej nesh, është Perëndia i Biblës, Perëndia i letrës drejtuar Romakëve, Perëndia i shfaqur në Jezusin, Perëndia 3-në-1 i doktrinës historike të krishterë. Kuptuam që njohja e tij fillon me njohjen rreth tij. Kështu studiuam karakterin dhe udhët e tij të zbuluara dhe mundëm të njohim diçka nga mirësia dhe rreptësia e tij, nga zemërata dhe hiri i tij. Përmes kësaj, ne mësuam që ta rivlerësojmë veten si krijesa të rëna, jo dhe aq të fortë dhe të vetmjaftueshëm sa mendonim dikur, por të dobët, të marrë dhe në fakt të këqij, as pak në rrugën drejt utopisë, por drejt ferrit, për aq kohë sa nuk ndërhyn hiri. Gjithashtu, pam që njohja e Perëndisë përfshin një marrëdhënie personale ku ti i dorëzohesh Perëndisë mbi bazën e premtimit të tij për të dhënë veten e tij për ty. Të njohësh Perëndin do të thotë që të kërkosh mëshirën e tij dhe të prehesh mbi sipërmarrjen e tij për t'i falur mëkatarët për hir të Jezusit. Për më tepër, njohja e Perëndisë do të thotë që të bëhesh një dishepull i Jezusit, i shpëtimtarit të gjallë, i cili është aty sot duke i thirrur nevojtarët pranë vetes, siç bëri në Galile kur jetoi si një njeri mbi këtë tokë. Me fjalë të tjera, njohja e Perëndisë përfshin besimin, pohimin, miratimin, përkushtimin dhe besimi e shpreh vetveten në lutje dhe bindje. Standardi më i lartë matës i jetës frymërore, tha Oswald Chambers, nuk janë shpërthimet e saj emocionale, por bindja e saj. Mbreti i mirë Josia mbronte çështjen e të varfrit dhe të nevojtarit. A nuk do të thotë kjo të më njohësh mua, thot Zoti. Jeremia kapitulli 22, vargu 16. Së fundi, mbi bazën e gjithë sa kemi thënë, mësojmë që një person i cili e njeh Perëndin do të jetë më tepër se fitimtar dhe do të jetojë në kapitullin 8 të Romakëve. Do të mburret bashkë me palin në mjaftueshmërinë e Perëndisë dhe këtu na duhet të ndalojmë, sepse kjo është maja më e lartë e njohjes së Perëndisë në këtë anë të lavdisë. Ku na ka sjell i tërë ky rrugëtim? Në vetë zemrën e besimit biblik. Kemi mbërritur në pikën ku mund të përvetësojmë lutjen dhe rrëfimin e Davidit në Psalmin 16. Më mbro o Perëndi, sepse unë po kërkoj streh tek ti. I thash Zotit, ti je Zoti im, nuk kam asnjë të mirë veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimisë sime dhe kupa ime. Ti o Zot, ruaje fort atë që më ka rënë në short. Unë do të bekoj Zotin që më këshillon. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve, duke qenë se ai është në të djathtën time. Unë nuk do të lëkundem. Prandaj zemra ime gëzohet dhe dinjiteti im ngazëllohet. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka plot gëzim në praninë tënde,
në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Pastaj mund të themi bashkë me Habakukun, përballë rënimit ekonomik ose çfarëdo privimi tjetër. Ndonë se fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit, ndonë se punimi i ullirit do të jetë zhgënjyes dhe arat nuk do të japin më ushqim, ndonë se kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla, unë do të ngazëllohem te Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Zoti është forca ime. Habakuku, kapitulli 3, vargjet 17 deri në 19. Luma i që mund t'i thot këto fjalë dhe t'i ketë me gjithë zemër. Sërish, kemi mbërritur në pikën ku mund ta perceptojmë të vërtetën e përshkrimit të jetës së krishterë me termat fitore dhe Jezusi mjafton. Nëse përdoret në mënyrë naive, kjo gjuhë mund të na çojë në drejtimin e gabuar, sepse fitore nuk do të thot ende fundi i luftës, dhe besimi në Perëndin Trini nuk mund të reduktohet vetëm në adhurimin e Jezusit. Megjithatë, këto shprehje janë të çmuara, sepse ato bëjnë lidhjen mes njohjes së Perëndis nga njëra anë dhe përmbushjes njerëzore nga ana tjetër. Kur flasim për mjaftueshmërinë e Perëndis, flasim pikërisht për këtë lidhje, e cila është thelbësore në krishtërim. Kush e ka njohur Perëndin në Krishtin, e ka zbuluar sekretin e lirisë së vërtet dhe të njeriu të vërtet. Do të na duhej një tjetër libër për ta sqaruar këtë. Së fundi, kemi mbërritur në pikën ku ne mund dhe duhet të përcaktojmë qartë përparësitë e jetës sonë. Nga botimet e krishtera në kohët e sotme, të krijohet bindja se çështja më jetike sot, qoftë për të krishterë apo për ata që duan të bëhen të tillë, ka të bëjë me unitetin e kishës, apo dëshmimi shoqëror, apo dialogu me të krishterët e tjerë dhe me besimet e tjera, apo kundërshtimi i këtij apo atij izmi, apo zhvillimi i një filozofie dhe kulture të krishterë, apo çfarëdo tjetër që mendoni. Mirë po, rrjedha jonë e studimit e bën përqendrimin e sotëm mbi këto gjëra t'i ngjajë një teorie konspirative për shpërqendrim masiv. Sigurisht që nuk është kështu. Secila prej këtyre çështjeve është reale dhe duhet trajtuar në vendin që i takon. Mirë po, është tragjike që, duke u kushtuar vëmendje atyre, shumë të krishterë sot janë shpërqendruar nga çfarë ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë përparësia e vërtet e çdo qenjeje njerëzore, domethënë rendja pas njohjes së Perëndis në Krishtin. Zemra ime më thot nga ana jote: kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Psalmi 27, vargu 8. Nëse ky libër e motivon ndonjë prej lexuesve të tij që të identifikohet akoma më shumë me psalmistin në këtë pikë, atëherë nuk do të ishte shkruar më kot.